Teoritë e konspiracionit shfaqen shpesh pas ngjarjeve tragjike, si për shembull vrasja e John Kennedy ose vdekja e princesh Dianës. Pra nuk është për t'u habitur që anija më e famshme në histori, fundosja e Titanikut, që në udhëtimin e tij të parë, në vitin 1912, në të cilën vdiqën rreth 1500 njerëz, ka pjesën e saj të teorive konspirative. Sigurisht të tilla teori, në shumicën e rasteve, janë shumë larg realitetit. Kështu që nuk duhen marrë si fakte të mirëqëna. Sot do të shikojmë 6 teori konspirative për tragjedinë e Titanikut. Përgatituni të udhtojmë së bashku drejt të panjohurës. Fatkeqësia që supozohet se ndoqi ata që prishën varrin e mbretit Tut në 1922-shin mund të jetë shembulli më i njohur i mallkimit të një mumie, por nuk është më dramatike. 10 vjet më parë, u pretendua se mallkimi një mumie fundosi Titanikun dhe gjithashtu 1500 pasagjerë dhe ekuipazhin e tij. Detajet e historisë janë të paqarta, por në përgjithësi thuhet se në gjysmën e dytë të epokës viktoriane, 4 anglez po udhtonin në Egjipt, kur njëri prej tyre bleu mumien e princeshës Amunit. Të gjithë ata, të cilët ranë në kontakt me mumien, me sa duket pësuan vdekje, sëmundje dhe përfundimisht objekti mallkuar, arriti deri në bordin e anijes Titanic. Megjithatë, ka disa gabime faktike në këtë histori. Ndërsa mumja është një objekt i vërtet, e cila u ble në vitin 1889 nga Muzeu Britanik, ai nuk ishte në listën e ngarkesës së Titanikut. Në fakt, nuk u largua nga muzeu deri në 1990-ën, kur filloi të ekspozoi përkohësisht në mbar botën. Historia fillestare e mallkimit u krijua nga një burr i quajtur Douglas Murray dhe gazetari William Stead. Gazetari më vonë ishte pasagjer në bordin e anijes, ku përhapi mes pasagjerëve të tjerë rrëfimin e tij rrëngjethës. Ata nga ana tjetër e lidhen atë me gazetat dhe siç bëhet e ditur, përfundimisht historia e fantazmave që shpikën dy burrat, prania e Stead në bordin e anijes dhe raportimet e këtij të fundit që kishin lidhur rrëfimin e mumjes me pasagjerët e Titanikut, u ngatëruan së bashku duke krijuar një legjend për një mumje të vërtet në bordin e anijes Titanic. Titaniku bë një tjetër pikë në brezin e princeshës, një histori të cilën Stead nuk mund ta përhapte apo edhe ta përgënjashtronte. Ai vdiq në katastrofën e fundosjes së anijes. Dihet prej shumë kohësh se një zjarr po digjej në një nga depot ku ruhej qymyri, kur Titaniku ishte duke lëndruar. Në librin e vitit 1912, Mbytja e Titanikut dhe fatkeqësive të mëdha të detit, John Dealey, një nga zjarrfikësit e anijes, dëshmoi se kishin filluar të shqetësoheshin për këtë, por oficerët ju kishin thënë të mbanin gojën mbyllur. Ishte urdhër, ne nuk folëm, nuk donim të alarmonim pasagjerët. Në dokumentarin e 2017-s Titanic The New Evidence, shkrimtari dhe gazetari i quajtur Sinan Moloni avancon teorinë se ky zjarr ishte shkaku kryesor në fundosjen e anijes. 2 fotografi të rralla të anijes, përpara se të nisej nga porti Belfastit, janë ekzaminuar dhe thuhet se tregojnë njollat me gjatësi 10 metra në anën e djathtë të anijes, për të cilën gazetari besojnë se janë shenja nga djegja. Ai propozon se qymyri që digjet i bën të brishta pjesët anësore të anijes. Zjarri diej nga punonjësit, por ai u zvogëlua, bën të ditur gazetari. Kjo anije nuk duhet të lundronte më kurrë. Megjithatë, asnjë foto tjetër e anijes nuk e tregon këtë shenjë. Për sa i përket vetë zjarrit, Marius Clark, oficeri i sigurisë së anijes, bëri të ditur në hetimin zyrtar. Nuk është diçka e pazakontë të kesh këto zjarre të vogla në depon e qymyrit. Edward Whiteling, një nga arkitektët e anijes, tha se zjarri do të duhej të ishte një zjarr shumë alarmues se çdo gjë që është përshkruar për të shkatëruar sipërfaqen e pjesëve të anijes. Megjithse teoria Molonit mund të jetë më e besueshme se sa të themi mallkimi i mumjes, mbi zotron akoma bindja se icebergu bëri dëme të konsiderueshme për të fundosur anijen. Në fakt një zjarr mund ta ketë përshpejtuar këtë, tha Dave Hill për mediat në vitin 2017, ish sekretar nderi i shoqërisë britanike të quajtur Titanic. Ai më pas shtoi, por sipas mendimit tim, gjithsesi, Titaniku do të ishte fundosur. Qarkullon në internet teoria se Titaniku fundos qëllimisht nga financuesi JP Morgan, sepse ai donte të vriste 3 persona, dhe pikërisht Benjamin Guggenheim, Isidor Strauss dhe John Jacob Astor, të cilët thuaj se kishin kundërshtuar planin e tij për të krijuar rezervën federale të Shteteve të Bashkuara. Sipas kësaj teorie, pasi të ishte qafe, Morgan do të ishte i lirë të krijonte sistemin e centralizuar bankar vitin e ardhshëm. Ndërsa është teknikisht e mundur që Morgan të ketë pasur mundësinë e hyrjes në anije, ai zotronte kompaninë ndërkombëtare të marinës tregtare, e cila nga ana e saj zotronte White Star Line. Për këtë teori nuk ka asnjë provë
dhe motivimi i tij supozuar për ta bërë këtë nuk ka kuptim. Guggenheim dhe Astor heshtën publikisht për idenë e tij, ndërsa Strauss në fakt ishte në favor të saj. Versione të tjera të kësaj teorie e lidhin fundosjen e anijes me familjen Rothschild ose me jezuitët. Edhe pse në përgjithësi pranohet se një iceberg u përfshi në fundosjen e anijes së famshme, kapiteni Collins nuk pajtohet me këtë. Duke përdorur njohuritë e tij të përvetësuara nga puna si pilot akulli, Collins bën të ditur se në të vërtetë Titaniku goditi icebergun, pra copa akulli të mëdha lundruese, të cilat janë ngrirë në një masë të vetme. Ky lloj akulli ishte i pranishëm natën e fundosjes, kur Titaniku në orën 10:20 të mbrëmjes mori një paralajmërim. Kjo gjë dha vendodhjen e akumulimit të rënd të akullit dhe një numër të madh icebergësh të mëdhenj që nuk arritën kurrë në urën e anijes. Në librin e tij të vitit 2002, Fundosja e Titanikut, Collins argumenton se mjegulla e parë në ujë nga pasagjerët në të vërtetë ishte akull. Ai beson se një iluzion optik i krijuar nga moti i ftohtë dhe deti i qetë bëri që dëshmitarët të ngatronin akullin me një iceberg të lartë. Për sa i përket raportimeve të akullit në kuvertën e anijes dhe fotografisë së icebergut të njollosur me bojë të kuqe, ai thotë se pjesët e icebergut ishin rrokullisur nga lart dhe bën të ditur se boja nuk qëndron në akull për një kohë të gjatë. Shumica e historianëve të anijes Titanic nuk janë të bindur me këtë teori. Edhe pse fillimi i luftës së parë botërore ishte akoma 2 vjet larg, disa njerëz besojnë se një skaf gjerman i quajtur U-boat përmbysi anijen Titanic. Gjatë hetimit zyrtar për fundosjen e anijes, shumë persona raportuan se pas përplasjes me icebergun kishin dëgjuar shpërthime, duke bërë që teoricienët të sugjeronin se një nëndetëse goditi anijen. Gjithashtu, midis Titanikut dhe Kalifornisë, supozohet se u vure një anije misterioze. Disa besojnë se ishte skafi U-boat, ndërsa teoritë të tjera sugjerojnë se ishte një Samson, e cila ishte një anije norvegjeze që gjuante foka në mënyrë të paligjshme. Disa të tjerë pretendojnë se ishte një anije kanadeze mallrash e quajtur Mount Temple, por ato zhurma nuk ngjasonin as pak me një silur. Kur oficeri i tretë, Herbert Pittman, u mor në pyetje për dëgjimin e shpërthimeve, ai shpjegoi se ato i përkisnin pjesëve kryesore të anijes, të cilat po largoheshin pas përplasjes. Këto shpërthime që lidhen me shkatërimin e anijes u konfirmuan edhe nga pasagjeri Charles Stengel, i cili raportoi se kishte dëgjuar 4 shpërthime të papritura kur harku dhe bashkja e anijes u shqye në mes. Nëse në 2023-shin keni kaluar në TikTok kohë të mjaftueshme, me siguri keni hasur video që pretendojnë se Titaniku në të vërtetë nuk u shfundosur fare. Është tepër acaruese të shohësh që të bëhen publike shumë nga këto idiotësira të tilla. Bëri të ditur Charles Haas, një themelues i shoqërisë ndërkombëtare Titanic. Ndihem si një nga zërat e pak që përtas kundër zhurmës së një stuhie. Eksplorimet e shumta që janë bërë, artefaktet që janë marrë dhe skanimet mbreslënse 3D të bëra kohët e fundit të anijes së ndryshkur, duhet të paktën që kjo teori konspirative të mos ekzistojë më.